Shpesh herë njerëzit besimtar neglejojnë zjatën e vjetër. Ata mendojnë që zjata e vjetër nuk ka lidhje me jetët e tyre të përditshme, ose mendojnë nuk jemi më nën ligj, jemi nën hir, që nuk kemi nevojë për zjatën e vjetër. Por Jezusi në Gjoni 5:39 thot që gjithë shkrimet flasin për mua. Në rrugën e Emausit, Jezusi duke folur me 2 prej dishepujve të tij tha se ligji, profetët dhe psalmet gjejnë përmbushjen e tyre në të. Jo vetëm kaq, por zjata e vjetër jo thjesht na tregon Krishtin, po është e dobishme për jetën tona. 2 Timoteo 3:16 thot që gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndrejtje dhe edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Pyetje: çfarë shkrimi kishte Timoteo në dorë kur Pali i shkruajti? Nuk e kishte ungjit, nuk e kishte letrat, nuk e kishte zbulesat, kishte zjatë e vjetër. Pra zjatë e vjetër është një domosdoshmëri, sepse zjatë e vjetër na tregon Krishtin dhe na tregon se si të jetojmë me Krishtin dhe për Krishtin. Dhe kjo është vërtet për festat e Izraelit. Në Levitiku 23, Perëndia i udhëroi izraelitëve që të kremtonin 7 festat në vitin kalendarik. 7 festat që na drejtojnë tek Krishti. 7 festat që na tregojnë se si të jetojmë për Krishtin. Dhe plani ynë në dashur të Zotit është që të shohim çdo javë një nga këto festat. Dhe do të shohim ato në mënyrë kronologjike, siç do të ishin të kremtuar në vendin e Izraelit. Edhe do të shohim çfarë na tregojnë për Krishtin dhe çfarë na tregojnë për jetën me Krishtin. Dhe festa e parë e vitit ishte Pashka. Dhe do doja që të shohim 2 gjëra këtu. Së pari se si Krishti e përmbushi Pashkën. Tani Zoti bëri 4 gjërat në Pashkë që parashikojnë Jezusin. Ai bëri shlyerje për mëkatet. I kërkon çdo shtëpi izraelite të marrë një qengj i patëmet dhe në muzg të therë atë dhe të lyej shtalkët dhe arkitraut e shtëpive të tyre me gjakun e qengjit. Kur të vi Perëndia pastaj, vargu 13, vargu 23, çfarë do të bënte Perëndia? Do të kalonte sipër dhe nuk do të godiste atë shtëpi me vdekje. Zemërimi i Zotit nuk ra atje ku ai pa gjakun e qengjit. Se Pali thot në 1 Korinthësit 5:7 që Jezusi është Pashka jonë. Pashka nuk është thjesht një fest që njerëzit kremtojnë, është një njeri që u flijua për mëkatet. Gjon Pagzori kur e pa Jezusin tha, ja, qengji i Perëndis që i heq mëkatet e botës. Gjon i vazhdon në letrën e parë të tij. Ai është shlyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për të tonat, për ato të gjithë botës. Shlyerje në Bibël do të thotë
të japësh një flijim të shuash zemërimin e Perëndis. Kur Krishti vdiq në kryq, mallkimet e Perëndis ranë mbi të, gjithë zemërimi i Zotit u derdhë mbi të, derisa drejtësia të kryhej plotësisht. Që do të thotë që nuk ka më dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Që do të thotë që ata që kanë besuar të Krishti kanë pace me Perëndin. Vesa foli për pacen që ajo ka fituar për shkak të Krishtit. Nga vjen kjo pace? Paqja jonë me Perëndin na jep pacen e Perëndis. Kur njeriu ka pace me Perëndin, atëherë ka pace në çdo stuhi dhe sfidë të jetës së vet. Lavdi Zotit që ne kemi një pace e tillë, që neve na mban në çdo breng, në çdo pikëllim, në çdo fatkeqësi. Ai bëri shlyerje, po pastaj Perëndia e gjykoi pushtetet e errësirës. Zoti thot në vargun 12 që ai do të godas çdo i paralindur i Egjiptit dhe perëndit e tyre. Ai thot do t'u jap hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Pra Pashka nuk ishte thjesht një shpëtim nga mëkati. Pashka ishte një vepër gjykimi kundër Egjiptit, kundër pushtetit më të madh të botës dhe kundër pushtetit të perëndive të Egjiptit. Ishte një gjykim kundër pushteti njerëzor dhe shpirtëror. Zoti e gjykoi pushtetet të kësaj bote në Pashkë. Dhe kur Krishti vdiq në kryq, ai imposti fuqi të ligësisë. Kolosianë 2:15 thot, ai zhveshi principatet dhe pushtetet, i tupëroi botërisht, duke ngadhnyer mbi ta. Në kryq, Jezusi imposti Satanin dhe të gjitha fuqitë e tij demoniake. Dhe ai doli fitimtar. Dhe prandaj pali në Romakët 8 mund të thot, ne jemi më shumë se fitimtar. Tekstualisht, ne jemi super fitimtar man të Krishtit. Dhe pali vazhdon të na thot që asnjë gjë dhe asnjë njeri nuk mund të na ndajë nga dashuria e Zotit, që është në Krishtin Jezus. Për shkak se Krishti fitoi, nuk ka pushtet në botë të na ndajë prej tij. Zoti e plaçkiti Egjiptin. Ndoshta kjo është diçka që nuk theksohet për Pashkën. Po këtu na tregohet në vargun 35 që izraelitët duhet të kërkojnë prej egjiptësve ari, argjendi dhe robët, dhe fjala thot që e zhveshën Egjiptin, teksa dilnin nga vendi i Egjiptit. Ky po ashtu është një parashikim i Jezusit. Në Efesianët 4:8 ai thot, kur ai u ngjit në lartësi, e robëroi robërinë dhe u dha dhurat njerëzve. Krishti plaçkiti mbretërinë e errësirës, duke rrëmbyer nga duart e Satanit burrë dhe gra, nga kthetrat e tij që të jenë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe më pas, nuk na za azari dhe azargjendi, s'do ishim në punë ndryshe, po na ka zënë
dhurata shpirtërore prej frymës së Shenjtë. Po gjithashtu, Zoti e shpengoi Izraelin nga skllavëria. Vargu i fundit është shumë i bukur, vargu 51. Atë ditë Zoti i bëri bitë Izraelit të dalin nga vendi i Egjiptit sipas radhave të tyre. Me anë të një flijimi, me anë të flijimit të çenjit të Perëndis, Izraeli u çlirua nga skllavëria e Egjiptit. Dhe me anë të një flijimi i birit të Perëndis, ne jemi të çliruar jo nga një pushtim i huaj, por nga vdekja, nga mëkati, nga e ligu, nga pushteti i natyrës sonë të vjetër. Pietri thot, duke ditur që jo më anë gjerash që prishen, si argjendi apo ari, jeni shpenguar nga sjellje kot, e dorëzuar nga etërit, o me anë të gjakut të çmuar të Krishtit, si të çenjit të patëmet dhe të panjon. Jezusi thot, Gjoni 8:38, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do t'i jeni me të vërtet të lirë. Shlyerje, plaçkitje, liria dhe gjykimi i së keqes. Këto janë ato gjëra që Zoti bëri në Pashk që na drejtojnë te Krishti. Dhe pyetja ime është e thjeshtë. A ke ti Krishtin? Sepse gjërat që Pashka simbolizon, Krishti e realizoi. Atë që u parashikuan nga Pashka, Krishti ka arritur në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Që kushdo që beson në të, mos të pësojë zemërimin e Perëndis. Mos të jetë më sklavi i mëkatit dhe i vdekjes dhe të ligut. Mos të jetë më një njeri që ka nevojë për ndërhyrje në jetën e tij. Nëse ke Krishti, ke gjithçka. Pa Krishtin jemi të humbur. Ose dyti shohim se si Pashka duhet të na ndikojë sot. Besoj që janë 4 mënyrat se si Pashka duhet të na ndikojë. 1. Duhet të kushtohemi adhurimit. Është interesante kur e lexon librin e Eksodit, që, si të them, lufta që bëhet midis Mojsiut dhe Faraonit, ka një epicentër, adhurimi i Zotit. A çështja e madhe është, a do të lirohet Izraeli për të adhuruar Perëndin? Kapitulli 5, vargu 1. Lere popullin tim të shkoj, me qëllim që të kremtoj për mua një fest në shkretë të tjerë. Dhe në vargu 31 të pasazhit ton, kur të gjithë të paralindurit e Egjiptit janë goditur me vdekje, Faraoni thot, çoni dhe largoni nga mesi i popullit tim, ju dhe bitë Izraelit, dhe shkoni ti shërbeni ose të adhuroni Zotit. Zoti i shpëton Izraelit që të adhuroj atë. Dhe një të gjë është për ne sot. Perëndia na ka shpëtuar për të adhuruar. Në të 11 kapitullit të parë të Romakëve, Pali shpalos për ne të gjitha mëshiret e Perëndis, dhe në kapitulli 12 dhe vargu 1 ai thot, ti paraqitni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtë të pëlqyeshëm për Perëndin, që shërbesa, adhurimi juaj e mençur.
Hashtë do të thot që të japim Zotit gjithçka që jemi. Të ofrojmë Zotit për ditë gjithë jetën tonë, duke parë mëshirën që e madhe që Zoti na ka treguar në Krishtin Jezus, e vetmja gjë të logjikshme, e vetmja gjë të drejtë, është të japim Zotit gjithçka që jemi në adhurim ndaj Tij. Po më lejoni të pyes sot, a jeni duke zënë Zotit gjithë jetën tuaj? Apo a jeni si Izraeli në kohën e Elias? Mbani mend çfarë Elia tha Izraelit në malin Karmel? Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Nëse Zoti është Perëndi, adhurojeni atë. Nëse Baali është Perëndi, ndiqni atë. Po sa prej nesh jemi besimtar për të dielën në mëngjes apo të njëjtën bazdite? Po synimet tona, dashuria jonë, jeta jonë, ne duam të mbajmë për veten. Shpeshherë duam një besim që nuk u kushton. Duam një besim i cili është thjesht një formalizëm, një gjë të jashtme, një gjë që s'na kërkon gjë. Po ajo që është e drejtë, thot Pali, e logjikshme, kur ti mendon për mëshirat që Zoti ty të ka dërguar, është që ti japësh vetes tënde krejtësisht, pa rezerva. A nuk jeni të lodhur duke lëkundur midis botës dhe Krishtit? A nuk jeni të lodhur duke çaluar midis epshëve, dëshireve dhe lakmive të kësaj bote dhe jetë që është në Krishtin? A nuk jeni të lodhur me varfëri shpirtërore? Mëshira e Zotit që na është treguar në Krishtin Jezus në kryq, kërkon gjithë jetën tonë. Po ti apo jep Krishtit gjithë jetën ditë e ditës, apo je thjesht duke lëkundur. Një kam këtej, një kam bande. Pashka do të thot të japësh vetes tënde krejtësisht Krishtit, sepse kjo është ajo që meriton ai. 2. E duhet t'i përdorim dhuntive tona frymërore. Nëse Krishti na ka rrëmbyer nga mbretëria e errësirës dhe i ka dhënë kishës dhuntit frymërore, se Pali vazhdon në Efesianë 4 duke thënë që ai ka dhënë kishës, apostujt e profet, i ka dhënë ungjilltar, barinë e mësues, i ka dhënë dhuntive kishës. Po çështja është çfarë po bëjmë me dhuntin tonë? Jo të gjithë janë predikues, jo të gjithë janë barin, jo të gjithë kanë të njëjtët dhurat, dhunti prej Perëndis. Po 1 Pjetri 4:10 thot, gjithë secili ta vër në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë si administrator të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndis, që do të thot, dhunti që Zoti na ka dhënë nuk janë për vetja. Janë për dy njerëz, janë për kishën, secili nga ju le t'i shërbej tjetrit, po dhe Zotit. Sepse një administrator çfarë bën?
Një administrator jep llogari të Zotit në vetë për mënyrën se si ai ka përdorur atë që ka në zotërinë. Ndoshta ndihma jote nuk ngjan atë që të tjerët e kanë, nuk ka rëndësi. Ne si kish, po i vjezim njëri tjetrin dhe i vjezim Zotit, kur nuk vëm në veprim dhunti tonë shpirtërore. Kisha nuk është që njerëzit të vinë që qëndrojnë duar kryq dhe të bëjnë një analizë apo një koment për kushdo që predikon apo drejton apo bën një studim. Nuk jemi spektator një spektakël. Nuk jemi komentator të botërorit. Mbappé në finale kot ishte. Se dha gjeri. Apo, ja ky, nuk e bëri gol kur e kishte portën e hapur. Po kështu bëhet kisha, kur ne nuk i përdorim dhuntit tona. Bëni spektator dhe komentator dhe jo pjesëmarrës që duan të ndërtojnë njëri tjetrin dhe të nderojnë Perëndin. Vëllezër e motra, ndoshta dhuntia jote nuk të duket gjë në sytë e tu, po t'ja dish këtë. Efesianët 4:16 thot që i gjithë trupi i lidhur mirë rritet kur secila pjesë bën pjesën e vet. Dhe kur ne, si besimtar, jemi pasiv, kur ne lëm dhuntit tonë në hares, po themi razën e ka XY-it, apo këtë le të bëj atë sepse unë kam shumë punë dhe shumë hale. Po të gjithë ne kemi shumë punë dhe shumë hale. Është jetë normale kjo. Apo përdor dhuntit të tua për të tjerët dhe për Perëndin. Të mos e përdorësh është hajdutëri. Është vjedhje shpirtërore. 3. Ne duhet të kremtojmë me të madhe darkën e Zotit. Pashka çfarë është? Një darkë e përhershme përkujtimore. Në vargun 14, Zoti thot, ajo ditë do të jetë për ju një ditë për të mbajtur mend dhe të kremtoni si festë kushtuar Zotit. Pashka ishte një kohë kur njerëzit të mbanin mend çfarë Zoti kishte bërë për të shpëtuar ata. I thoshtin bijve të tyre, kështu na ndodhi neve kur ishim në Egjipt. Duhet të mësonin brez pas brezi çfarë Zoti e kishte bërë. Ishte një përkujtimor. Dhe ishte përhershme, vargu 42. Kjo festë do jetë për të gjithë bitë Izraelit brez pas brezi. A ishte rastësi, thua, që Jezusi themeloi darkën e Zotit pikërisht në natën e Pashkës? Në natën e Pashkës, para se të ofroi veten e tij si qengjin e kurbanit, Jezusi e udhëroi dishepujt e tij që të mbanin këtë darkë. Është një darkë përkujtimore. Bëni këtë në përkujtimin tim. Është një darkë e përhershme. Bëni këtë deri sa të vijë ai, thot Pauli në 1 Korintës 11. Krishti na ka urdhëruar që të kremtojmë këtë darkë deri sa të vijë. Tani përdorni pak imagjinatën tuaj. Si do ishte në atë Pashkën e parë? I ngjeshur,
sandalën mbathur, plaçkat gati, bukë pamaja, erza barishte të hidhura, sepse skllavëria e tyre kishte qenë të hidhur. Ata të gjithë duke pritur që përmes qengjit të shpëtohen. A mund të imagjinoni me sa gëzim, me sa emocion, me sa çlirim kanë festuar Izraelitët Pashkën e parë. Po kur ne kremtojmë darkën e Zotit dhe kujtojmë çka ka bërë Krishti për ne, a është darka e Zotit një rit, një formalizëm, një gjë që bëjmë si gjë rutine? Apo është darka e Zotit në të vërtet një kremtim, një fest? Mbaj mend kur isha i vogël, se kam qenë i vogël dikur, edhe kisha jonë e kishte darkën e Zotit pas shërbesës, edhe shumica e njerëzve largoheshin, vetëm besimtarët të ndetën, gabimi madh, po nejse, predikim tjetër ky. Edhe mbaj mend duke menduar, sa solemn janë këto. Po dukeshin si të mërzitur. Po dukeshin si të themon, sikur ishin në varim. Tani atë që ne kujtojmë është solemn. Po a nuk duhet të kemi gëzimin e shpëtimit teksa marrim këtë darkë? Dhe nuk duhet të jetë darkë e Zotit, jo një rit e vendosur në fund të shërbesës, por një ripërtëritje të gëzimit ton. A nuk duhet të vinë me mirënjohje për qengjin e Perëndis që u therë për ne? Me ndjeshmëri, si vini tek darkën e Zotit? O është ajo kohja të hajë të pije dhe mbyll? Apo e vini të mbushur me gëzimin e shpëtimit tuaj, për shkak të asaj që qengji i Perëndis ka fituar për ne? 4. O falni se kam 5 pika. 4. Pashka na mëson që Krishti duhet jetë epicentri i jetës sonë. Më bën përshtypje këtu që nuk kremtojnë vitin e ri, nuk janë shqiptarë fare këta. As Skocezi bën një vit i ri shumë gjigant. Krishtlindje me familjen, vit i ri me shoqnin, edhe fishek zjarë, edhe whisky, edhe e kemi vitin e ri. Po kur shoh këtë, gjithë kalendari përcaktohet nga Pashka. Me çfarë fillon vitin e ri? Pashka. Nuk fillon me as whisky, as misqengje, as nuk e di unë. Fillon me Pashkën. Me fjalë të tjerë, Pashka përcakton kalendarin e tyre, jetën e tyre të përditshme. Pashka ndikon gjithçka. Po Krishti duhet të jetë epicentri i jetës sonë. Krishti duhet të jetë ai që përcakton si punojmë, si përdorim kohën e lirë, si jemi në familje, si jemi në fshehtësinë e zemrës sonë. Pashka do të thotë, flimi i Krishtit do të thotë, që ai është Zot i jetës sonë. Dhe ai është epicendra që përcakton gjithçka në jetë. Problemi ynë shpeshherë si besimtar është ky. Ne duam Krishtin për kishën,
apo për një hall, dhe jo Krishti si Zoti dhe mbreti i jetës sonë. Krishti nuk është ai që ndikon si përdorim telefonat apo si silemi në shoqëri. Krishti nuk është ai që ndikon si veprojmë në punë apo si jemi në fisin e gjerë. Krishti është andej për të diellave. Krishti është siguracion shpirtëror kundër zjarit të ferit. Po Krishti nuk është jeta jonë shpeshherë. Vëllezër e motra, Pashka do thot dhe flijimi i Krishtit do thot që ai përcakton jetën. Ai është epiqendra e jetës sonë. Është ai që ndikon gjithçka që ne bëjmë dhe jetojmë. Dhe Pashka do thot që secili duhet të kthehet tek Jezusi. Është një detaj shumë interesante që e thot shprehimisht të huajt nuk lejohen në Pashkë. Por Zoti nuk mbyll dyrave ndaj kombëve. Zoti thot, a do një huaj që të kremtoj Pashkën midis nesh? Atëherë çfarë do të bëj? Që të gjithë mishkujt e tij duhet të rrethpriten me fjalë të qerë. Ai duhet të kthehet tek Zoti dhe të bëhet pjesë të popullit të tij. Kur është pjesë e popullit të tij, mund të gëzohet bashkë me ne për shpëtimin që qengji ka siguruar. Dhe sot, ne do kremtojmë darkën e Zotit. Darka e Zotit është vetëm për besimtar. Është vetëm për ata që janë të pagzuar si një shpalje publike të besimit të tyre. Unë i përkas Jezusit. Është vetëm për ata që janë antar të një kishe lokale, se është darkë familjare për pjesëtar të shtëpisë. Po teksa kremtojnë darkën e Zotit, Perëndia po thret. Ejeni ju që nuk e njihni Krishtin. Ejeni ju mëkatar dhe launi me gjakun e Krishtit. Ejeni ju që nuk jeni pjesë të popullit të Perëndisë dhe bëheni pjesë të popullit të Zotit. Çdo njeri që beson të qengji i Perëndisë, Jezus Krishti, bëhet pjesë të familjes së tij, shijon shpëtimin e tij dhe të gjitha bekimet e tij. Edhe merr pjesë në darkën e Zotit, jo si një rit fetar, po si një gëzim, si një kremtim të shpëtimit që kemi marrë me anë të Krishtit. Nëse ti nuk ke vajtur te Krishti ende, shko sot, kërko thalje për mëkatet e tua, beso te Krishti si vetmi shpëtimtar nga gjykimi i Perëndisë, dhe bëu ti pjesë të mbretërisë e tij. Dhe shijo ti gëzimin, kënaqësinë që vjen kur shpirti yt është i shpëtuar prej tij. Le të lutemi.